Janë më dramë se në finalin e Finalja me dobët as në nivellet më të ulta të kampionatit italian nuk është Po të shikojnë analizat, gjithë prisnin një rezultat deri diku të ngjeshur do ta quajmë, ose një rezultat në rezultat të ngjeshur, po të gjithë thonin që fiton Paris Saint-Germain ama, sepse rezultati nuk po themi që është e papritur fitoria e Parisit. Po, është e papritur rezultati. Performanca Interit. Këto janë Çalhanoğlu Topiar, to Esmeralda, këto janë mbrojtësi më i mirë në botë Di Marco. Shumë mirë edhe për Çalhanoğlu, keni gjithkohën që tani pra i zbuloni ju. Keni gjithkohën që i lini fajin Aslanit. Tani unë nuk kam parë. O Esmeralda, të lutem Ledi, ose tani dukem edhe arrogant kështu. Unë nuk kam parë ndonjëri Iniesta, Xavi, Modric, Zidane të thonë unë jam te top 3 shemes fushës në botë. Nuk e kam dëgjuar kurr. Vjen ky zotria, që unë e kam pasur tek Milani dhe e di shumë mirë kush është ai. E di se çfarë cilësish ka ky. Po ju më hiqë atë merr tjetër, këto Barrelën, Yllin, Barrela. Ai është më i miri. Barrela, Ylli. Dy pasime nuk i bërin në finale. Se Ylli që është Yll, i bën vet lojën. Jamali pse e quhen Ylliu? Se e merr topin i bën vet gjërat. Po nuk janë gjithë Jamalë, nuk janë gjithë Jamalë. Interi ka një baston edhe një Lautaro. Lojtarët e tjerë janë. Interi ta nuk funksionuan Ledio. Kjo është e bukur, Ledio, ne këtë s'po kuptoj. Pse nuk funksionoi bastoni që vlen 90 milionë euro? Se nuk funksionoi Lautaro, lojë kolektive, nuk është lojë individuale. Po këtë po themi pra dhe se nuk duam të kalojmë te Parisi, mo Parisi perfekt. Unë është flasësh për Parisin, ose është flasësh për Interin. Po folëm edhe për Interin, se Interi na zgjënjeu, Parisin e prit. Esmeralda, unë fituesi nuk kam çfarë i komentoj fitues. Çfarë ti them, se pse bëri 5 gola, pse fitoi? Ajo mund të shkojë edhe më shumë. Ti meriton unë do t'jap dorën, sepse ke thënë që ditën e parë kur Parisi luante kundër ekipeve angleze, ke thënë që ky Paris është shumë i fortë dhe unë nuk e besoja, dhe unë thoja jo, Enrico do e rafi, do e mundi. Kuptova dhe unë që pas ka qenë më i fortë se që pas ke thënë ti. Unë Ledio thash, i ka mashtruar gjithë Interi para finales. Po pikërisht pra, se po i quajte Çalhanoğlu'n topi art, nëse do ishte pozitive performanca që kishte me Barcelonën, sepse tani ne të gjithë edhe kur shkojnë në ndeshjen e parë me Barcelonën, prisnim që Interi të rrifej siç u rraf nga Paris Saint-Germain. Unë për vetë ashtu e prisja. Të jem e sinqert. Prisja që Barcelona ta masakronte atë Inter, sepse Interi shkoi në Spanjë, pasi kishte humbur 3 ndeshje ordinere në kampionat. Po them në kampionat. Pra do të thënë një ekip i madh e tregon edhe në kampionat. Jo, ndeshjet janë të ndryshme. Dhe performoi mirë dhe tham që pas ka rujt gjithë performancën e mirë për çfarë. Po edhe Someri i konsumoi pritjet në gjysmëfinale. Esmeralda, ne kemi thënë ndeshja nuk i ngjan ndeshjes, mo. Nuk i ngjan ky emision që kemi sot me atë që u bë prenten apo të tjerë. Po të dy janë në Barcelonën i qallë të dy ndeshjet. Po ma nuk i ngjan. Po sepse ne ikëm me atë mendje që nuk ishte se si tikte nga Barcelona ta ruante atë shit mirë. Një skuadër që unë mendoj, unë i kam dhënë gjithmonë të drejtë Inzagit, e kam thënë këtë, dhe për mua e ka bërë punën e tij tek Interi, dhe unë e shoh si ndoshta që ka ardhur koha dhe të largohet, po them diçka. Se Ledio përmend lojtarët me shumë drejt. Ka edhe një dorë trajneri aty. Duhet të bësh diçka sepse po kur ti trajneri ti ble një telefon 30.000 lekë dhe i thua harxoj pak 10 GB, nuk ka se si ti harxoj ai. Ai ka 7.5 milionë euro shpenzime. Parisi ka 300 milionë euro shpenzime. Ledio, del në vërtetë Esmeralda. Ledio del në përfundimin që nuk i kanë bler asnjë lojtar aty trajneri moj. Po nuk i kanë bler asnjë moj, i kanë marr borxh më. Interi është i zhytur në lum, po nuk e tregojnë. Është ekipi me më shumë borxhe më dhe shkon në finale Champions-it. E kuptoj. Mirë. Po Interi ka marrë vetëm lojtar me 0. Nëse kjo ndeshje do humbej 2-0, Interi ka Champions-in e tij. Merit e Luis Enriquez apo e lojtarëve që janë tek Paris Saint-Germain. Kur e kemi analizuar javë më parë, kam thënë diçka që diferencat, unë i shikoj dhe diferencat në trajning, ashtu siç analizuam, kemi analizuar trajnerin Silvinho për pjesën e eksperiencës dhe tek Interi pjesën e eksperiencës 1 dhe të klasi 2. Mos harro që në 2015, nëse zgaboj, Luis Enrique fitonte Champions-in me Barcelonën. I shkërmoshte skuadrat deri në fund. Madje një prej tyre ishte Bayernin atko. I Guardiolës nëse zgaboj dhe di se si ta fitoi këtë trofe. Tregoj me vendimet që mori, me largimin e Mbappés ose me lejimin e largimit të Mbappés, që tregoj që është një njeri me karakter. Kushdo që në atë presionin e madh të Parisit, që Mbappé është edhe më i rëndësishëm se Macron e me radh, do të ishte shumë e vështirë për të bërë diçka. Dhe kur sheh një trajner Esmeralda që merr vendime të vështira, merr vendime kryesore dhe me shumë eksperiencë mendoj, e kam thënë dhe më herët që të drejtosh kombëtaren e Spanjës nuk është për këdo, ata
pavarësisht se mund të jesh një emër mbas edhe i panjohës ti De La Fuente, ata din fare mirë këtë vendosin krye. Drejtoi Barcelonën, po ashtu Paris Saint-Germainin dhe në aspektin e trajningut Luis Enrique shumë vite para Simone Inzaghi në kampionatin italian. Inzaghi është strateg, mendoj. Në Europë pastaj